Kampionati kombëtar i U20-ve në basketbol për meshkuj ka mbërritur në finalen e madhe, ku dy skuadrat që janë përballur mes tyre kanë qenë Teuta Basket dhe Kamsa. Ndeshja e të rinjve në basketbol përfundoi me rezultatin 77-87 në favor të Kamsës. Të dielën në orën 18 në Pallatin e Sportit Ramazan Njala në Durrës është luajtur finalja e kampionatit kombëtar të U20-ve në basketbol për meshkuj. Kamsa dhe Teuta ishin dy skuadrat që luajtën mes tyre pasi arritën rezultatet më të mira në këtë kampionat. Ndeshja kishte ritëm të lartë loje, të dy ekipet luajtën fort dhe kërkuan fitoren. Ishte një takim ku loja e fortë dhe shpirti i garës nuk munguan për asnjë moment. Ajo përfundoi 77-87 për ekipin e Kamsës. Kjo ishte ndeshja e fundit për këtë sezon për kampionatin e U20-ve. Në këtë kampionat, djemtë e U20-ve të Teuta Basket realizuan 18 fitore në 20 ndeshje të luajtura dhe zun vendin e parë në sezonin e rregullt në një rrogutim që tregoi karakter, sakrificë dhe përkushtim.